Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin e Kosovës. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me presidentin amerikan Donald Trump, me të cilin ka biseduar për zhvillimet e fundit në vend. Presidenti Hashim Thaçi dhe zonja e parë Lumnia Thaçi janë takuar me presidentin amerikan Donald Trump dhe zonjën e parë Melania në ceremoninë pritëse që organizohet nga i pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës çdo vit. Gjatë kësaj kohe, sa ka zgjatur takimi, presidenti Thaçi e ka njoftuar të parin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me zhvillimet politike në vend, veçmas për situatën aktuale kur Kosova dhe Serbia po zhvillojnë negociata në përpjekje për të arritur marrëveshjen paqësore përfundimtare, si argument i fuqishëm për të ecur para të dyja shtetet drejt integrimeve euroatlantike. Presidenti Thaçi në ditën e parë të vizitës ka takuar edhe presidentë dhe përfaqësues të shteteve të ndryshme të botës, në mesin e tyre edhe presidentin e Kiribatit Taneti Mamau, presidentin e Yemenit Abdrabu Mansour Hadi, atë të Kroacisë Kolinda Grobar Kitarović, senatorin Rod Johnson, si dhe personalitetet të shumta që janë edhe aleat të Republikës së Kosovës. Presidenti Thaçi ka deklaruar nga New Yorku se tani është koha e arritjes së marrëveshjes paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me këtë marrëveshje, presidenti tha se do të hapet perspektiva euroatlantike për të dyja vendet, por pa tendenca për ndarja apo shkëmbim të territoreve. Vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Thaçi po e vlerëson me rëndësi për fuqizimin ndërkombëtar të Kosovës dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare veçmas në Interpol. Ai shpreson që kjo vizitë do të shërbejë edhe për perspektiven euroatlantike të Kosovës. Vlerësoj se do të jetë një mundësi jashtëzakonisht e mirë për shtetin e Kosovës që të promovojë përmes delegacionit të vetë të arriturat, progresin, konsolidimin e shtetit në rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar, do jetë një mundësi për të fuqizuar prioritetet të cilat i kemi para nesh, në veçanti çështjen e antarësimit të Kosovës në Interpol, gjithashtu edhe mundësinë e shtytjes përpara të procesit të themelimit të forcave të armatosura të Kosovës, por edhe procesin e liberalizimit të vizave. Presidenti foli edhe për nevojën e arritjes së marrëveshjes paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këtë çështje tha që do ta diskutojë edhe në takimin me presidentin amerikan Trump. Në gjitha takimet që mund t'i kemi me përfaqësuesit e vendeve të rëndësishme, por edhe me të tjerat do të diskutojmë për domosdoshmërinë e arritjes së marrëveshjes paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje kjo ligjërisht obligative në rrafshin ndërkombëtar që do të shënonte edhe njohjen reciproke, por pastaj me këtë marrëveshje paqësore do të hapë perspektiva edhe për NATO, por edhe për Bashkimin Evropian për Kosovën, me njohjen edhe nga 5 vendet e Bashkimit Evropian dhe heqjen e vetos ruse nga Këshilli i Sigurimit në mënyrë që Kosova të ketë njohje globale. Do të kem mundësi pas pak çastesh që të takoj shkurt edhe presidentin Trump, me të cilin do ta falenderoj për mbështetjen që administrata Shteteve të Bashkuara të Amerikës po jep Kosovës dhe vazhdon edhe në të ardhmen të jep. Mendoj se do të jetë një rëndësi të veçantë mbështetja fuqishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si partner special apo si partner i përjetshëm i shtetit të Kosovës. Mendoj se do të diskutojmë për gjitha mundësitë e avancimit të bashkëpunimit institucional SBA Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përcjellën nga afër dhe mbështesin fuqishëm Kosovën. Prandaj mendoj se do jetë një mundësi e mirë për të informuar edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, por edhe për mundësinë e arritjes së marrëveshjes dhe natyrisht se do të kërkojë një mbështetje edhe më të madhe, më të fuqishme edhe për procesin e dialogut, arritjes së marrëveshjes, por edhe të implementimit më të tij. Sipas tij, Kosova nuk do të lejojë asnjë tendencë që kjo marrëveshje të kurzohet me ndarje apo shkëmbim të territoreve. Kosova do të ecë përpara drejt një perspektive të sigurt euroatlantike dhe natyrisht se unë çdo takim do ta inicoj domosdoshmërinë që Lugina Presheva Medvedjev i bashkangjitet territoret të Republikës së Kosovës. Por e riktheksoj përsëri, pa asnjë ndarje, pa shkëmbim territorësh dhe pa themelimin ndonjë asociacioni me elemente ekzekutive.
Delegacioni i Kosovës në përbërje nga presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri i jashtëm Begjet Pacolli, gjatë ditës kanë zhvilluar takime me personalitete të ndryshme, ndërkaq që në kuadër të vizitës do të takojnë edhe presidentet e vendeve të ndryshme në përpjekje për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar, arritjen e njohjeve të reja dhe procesin e liberalizimit të vizave. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar nga partitë politike që të bashkohen për çështjen e dialogut ashtu siç ishin bërë bashkë për demarkacionin. Ai tha se ballafaqimi me Serbinë dhe fitoria ndaj saj kërkon bashkimin e të gjithë spektrit politik të Kosovës. Veseli ka shtuar se është duke punuar për arritjen e konsensus, derisa thotë se gjithmonë e ka ëndruar bashkimin e regjinës me Kosovën. Lidhja Demokratike e Kosovës është duke punuar që t'i sigurojë numrat e nevojshëm për rrëzimin e qeverisë së Kosovës. Këtë qëndrim e ka thënë pas mbledhjes së grupit parlamentar të LDK-s nën kryetari Agim Veliu, sipas të cilit kjo qeveri nuk ka legjitimitetin. Ai tha se janë duke punuar edhe me partitë tjera opozitare, por edhe me ato që janë në pushtet për t'i siguruar votat e mjaftueshme për mocionin ndaj qeverisë Haradinaj. LDK ka përsëritur qëndrimin se nuk e përkrah protestën e vetëvendosjes përderisa ka dhënë arsyet e saj. Sot dhe nesër në Kosovë do të qëndrojë një grup punues i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për të vlerësuar procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ky grup do t'i monitorojë institucionet kosovare në sundimin e ligjit. Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha thotë se janë përgatitur materialet e nevojshme për ta njoftuar se sa më mirë këtë grup. Sipas saj, dhe pse disa shtete ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, e rëndësishme është që po e përkrajnë liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahili ka bërë të ditur sot se do të lansohet Agjenda e Drejtësia 2020. Sipas Tahirit, kjo agjendë 2 vjeçare do të bëhet për ta përmbyllur tranzicionin në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, në 2 vitet e ardhshme, institucionet e sistemit të drejtësisë gjithsecili në veprimtarinë e vet dhe brenda përgjegjësive kushtetuese, duke respektuar plotësisht pavarësinë, neutralitetin dhe ndarjen e pushteteve, do të koordinohen për ta përmbyllur tranzicionin në sistemin e drejtësisë dhe për të siguruar atij kursin e progresit afatgjatë dhe të qëndrueshëm. Efektet e kësaj agjende, sipas ministrit, do të ndikojnë në përditshmërinë e qytetarëve, ndërkaq partnerë të rëndësishëm në këtë proces do të jenë edhe zyra e Bashkimit Evropian dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtu shkëputemi me kanalin e parë për të vazhduar me lajmet të tjera në kanalin e tretë të RTK-s. Mirupafshim. Qëndroni me ne.